Shkus të ndëruar, mirë mbrëma, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Monitor. Do të flasim sonte për prurjet e reja në për partit politike. Në panel sonte kam të ftuar Halil Matoshin, kandidati Aleancës për Armërinë e Kosovës në koalicionin me PDK. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, përshëndetje juve dhe shikuesve tuaj kudo që janë. Driton Selmanaj, kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës për deputet. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se u gjithë. Dhe Milajm Zeka, kandidat për nismen për në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Mirë mbrëma, Milajm, dhe mirë se erdhe. Mirë se gjej. Shkus të ndëruar, pashtu ju njoftoj se në këtë debat kanë qenë tëftuar edhe prurjet e reja që kanë ardhur pranë lëvizjen vetë vendosje, por edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, mirë, po për shkak të agjendës së tyre, nuk kanë mundur që të jenë pjesë e këtij debati. Po filloj me juve Milajm, a më mirë si gazetar apo tash që jenë në politikë? Me qenë se kam një eksperiencë, kështu do të korrigjoja, mu ma merr mendja që përfaqësues të vetë vendosjes edhe të PDK-s nuk kanë ardhur shkaku i ne treve, sidomos jam edhe i Liles, sepse kur më keni marrë në telefon, thash që nuk kam dëshirë me ditë kush anë debat. Asnjëherë s'ke pyetur. Edhe asnjëherë edhe Lilen Atsojnja dhe drejtorin, ma merr mendja që e kanë te. Zakonisht për zgjedhja e musaferëve në debat, tregon mungesën e tolerancës të mendimit edhe mungesën e kulturës demokratike. Unë mendoj që është më mirë në politikë se sa gazetar në Kosovë dhe do të bëj arsyetimin pse. Unë edhe Lila, pjesërisht edhe te drejtoni, keni dhënë edhe gazetarisë edhe publicistikës edhe analizës, shumë gjëra. Politika thot mos e shkel barin. Se zban me shkel, nuk është mirë me shkatru gjelbrimin. Politika të thot me shkel barin të Fosenburg. Kështu që unë kam hy tash në pjesën politike, ku qëse më lejohet edhe 10 sekunda, inspirum edhe prej Hillary Clinton, e cila ka qenë anarkiste, sikur unë edhe Lila, dhe një ditë e thirr profesori i fakultetit juridik, edhe i thot, a dëshironi ta ndryshoni botën? I thotë sigurisht që po, bota ndryshohet përmes politikës. Dhe në qoftë se ne tre, bashkarisht, do të arrijmë në parlament me sjellë një kulturë të debatit, kulturë të dialogut, kulturë të bashkëpunimit mes vete, kena me sjellë risi dhe shpresë këtij vendi. Për këtë jam hyrë në politikë. Faleminderit. Driton, a është edhe brenda partive politike njëjtë ashtu siç shihet nga jashtë, pra sa ke qenë edhe si analist edhe si publicist, apo është ndryshe kur je aty brenda? Në fakt është më ndryshe. Ka elemente pozitive, cilat ti nuk i ke vlerësuar për jashtë, por ka elemente tjera negative, cilat edhe ato nuk i ke vlerësuar nga jashtë. Dhe unë mendoj që varet se si e shef njëri angazhimin e vet në jetën publike, dhe sidomos në politikë. Nëse e shef si mundësi për më u pasunu në korrist i popullit, atëherë hyn me kënaqësi. Hyn aty dikun ata ashtu po e marrin një copë torte së dhon. Po nëse hyn për me... A është e sigurt ajo që si t'hesh me njëherë merr torta në po? Nuk e them që është e sigurt, por ata cilët hyn me atë qëllim dhe me atë bindje deri sot më kanë dëshmuar që ja kanë dalë. Ja kanë dalë madje kogjo mirë. A nëse hyn me përgjegjësi për të provuar që idetë tua, angazhimin tanë me përkthyer në punë praktike për të mirën e rreth parë fëmijëve tonë, më pas komunitetit ku jeton, më gjerë shoqënisë ku jeton, dhe e merr si përgjegjësi të madhe, unë mendoj që kjo më pas të jep një ngarkesë kogjo të madhe dhe ti e shef këtë pozitë si përgjegjësi. Në fakt unë kam thënë edhe me një emision tjetër, kam thënë kështu, unë jam fut politik në momentin kur profesioni politikanit është më i urryer në Kosovë. Pse? Sepse aq keq krijon perceptimin në këtë shoqëni, dhe jo vetëm perceptimin. Shumica klasës tonë politike, saqë u kriju imazhi më i keq i mundshëm për politikanin Kosovë. Kushdo që i futet sot politikës, çështja e parë që ka mu ballafaqua është shamjet, është fymjet, sepse di çfarë thonë. A dhe ti u shita? Shumë njerëz në kanal rrugës më kanë thonë, "Mo be drejton se shumë mirë ke qenë klik, a dhe ti u shita?" Dhe unë kur nala dhe i tham, "Marr nuk u shita." Unë po mendoj që pikërisht tash e ku marr një bar tron, sepse kam qenë në pozitën e analistit, ku kam kritikuar, kam dhënë ide, ku kam analizuar situata në një pozitë jashtëzakonisht komode. Tash me marr besimin e njerëzve, që unë mendoj është mision i shenjtë, me marr besimin e njerëzve dhe me fol në emër të njerëzve dhe me vendos në emër tyre
Mendoj që është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Mos më thon përgjegjësia më e madhe që ekziston tek një njeri normal, kisha më thonë. Faleminderit shumë. Halil, me politikë edhe me zhvillimet, me analizat merresh moti. Mirë po, çush e ke pa tash veten brenda AK-s? A ka hapësirë të mjaftueshme në partitë politike për njerëz të ri dhe kur dihet se tash jemi para zgjedhjeve dhe sigurisht se secili lufton për veten e vet që të ketë më shumë vota, të luftojë me takoj më shumë njerëz, të jetë më i pranishëm në media dhe të gjitha këto. E thanë kolegët e mi edhe kësaj vetëm du paka shumë me adhonë edhe versionin tam, sepse për afërsisht jemi qitu, jemi ku jemi. Unë në politik prej gazetaris edhe të shkrume edhe opinion bërjes që thuhet me goj në klik ku më kalu, ku më aderu në aleancën për ardhënin e Kosovës për me marë përgjësi, sepse është ma lehtë, ma komod, o ndijet njëri o kur shkruun një koment, një kolumne, në herë njavët, edhe flet, jep opinionin e ti, panoj përgjësi. Dhe unë po du me, do më honë këmë dasht me marë përgjësi që ato që i them edhe me luftu për me i zbatu. Ose s'paku me luftu që me i bind të tjerë, me i bind kasën politike, me i bind politikë bombjen përgjësi që mund të bëhet politikë edhe ndryshe, mund të bëhet politikë edhe pa dhunë, edhe pa vjellë, edhe të erujt kacën e shtetit, edhe të i dhonë besnikëri, edhe dashuni ma shumë, madhërët tonë, edhe të i dhonë zonë atyne që nuk kanë zonë, sepse në shoqërinë tonë ka shumë njerëz, shumë shtresa që vërtet nuk kanë zonë, sepse nuk ju shkon zoni, nuk ju ndëgjohet zoni. Dhe në këtë situatë, unë mendoj se secili burrë dhe gru i ndershëm edhe që e donë këtë vend, duhet që përpiqet që t'i japë sa ma shumë këtij vendi, sepse tashmo edhe kolegët e mi, sidomos Milaimi, po edhe unë drejtori është ma i ri, kem do vjetë, edhe nuk jemi hi me u korit, edhe me u bot pasur. Jemi qëta që jemi, kemi qash sa kemi, i kemi gjitha. Unë për veti kam gjitha, nuk më gënë kur gjon. Kam familjen tamet me kullushme, kam shpinë tokën e babes që më kalon pesari, edhe nuk mërzit nga bashkë për kur gjon, edhe udhtoj me autobusin 24 yjet Hajvalis, kështu që nuk më gënë po them kur gjon. Për andaj po du, drejtoni që e tha po du me luftu, me u mundu, me ja rikthy besueshmërinë politikanit, jo veç politikanit, por edhe me institucioneve demokratike, leadershipit politik, sepse me të vërtet, si të ndëgjojnë qytetarë, si të ndëgjojnë... që të kthehet kjo, të kthehet që e përmende, edhe këta që tha drejtoni, që të kthehet pra... Mos ketë kashurrejtje për politikanit. Do me thonë, kanë bo politikat këshia, s'kanë ditë, edhe po getë edhe kanë vjerë, nuk e dive. Si të përmene tek qytetari Kosovës, politikani, me njëherë të thojnë, a i edhe ti ke mu bon si ata, ose i një krejtë të njojtë. Unë me shambullin tam, me amnin tam, sepse e ku investu reputacionin tam profesional, integritetin tam moral dhe vetë vetën, që me të regu qytetarit Kosovës që nuk jemi të gjithë njësoj. Ka dallime dhe kjo e bon diferencën. Në që se më lejoni të thamë një diçka, unë zakonisht kur flasë para televizionit, gjithmonë nisëm prej referenca. Unë edhe Alili kem kalu një rrugë gjatë në gazetari dhe jam i lumtur për fushën e gazetarisë që unë kam qenë bashkëpunëtori tyne në Zeri, në kohënat më të shtira, kam mbulun nga Stockholmi, Lilën e kam pos një farloj kryeredaktori, kina bashkëpunu. Lila din me thonë jo, kur dohet me thonë jo, ka thonë edhe në Zeri edhe në redaksi, ashtë kundërshtus dhe kjo më ka bashku me Lilën që kjo e ka shpirtin e kundërshtimit. Po e citoj, kemi qenë dje në vorrimin e një familjarit, një luftari shumë të njohur Gjinovcve të Makermalit të Avni Gjinovcit. Kanë qenë në 2000 vetë në vorrim. Për mu ka qenë çmim Nobel, kur një plak 94 vjeqar, ma i vjetrin atë vend, ju drejtu dë gjithve afer meje dhe i tha, dëgjoni, kë burë tha, po mban me dal në zgjedhje, kë njeri tha, po marikthen besimin. Kam me qindra mesaje të njerëzve, të cilët më thujnë, kur nuk isha dal me votu, po hatri do dal. Besoj që edhe kolegëve të mi tash mos të marë,
edhe pse na kanë thonë qyshushet. Tash këtë qyshushet do me e spjegu pak. Shikoni, politika është treg. Kur del një politikan, kur del një malsor me ble kuaj në pazar, është menquria e ti, a e blen ati, a blen magar. Në qoftë se dikush e blen tani magarin vën ati, është problematike tina. Ne jemi në treg, ne jemi shit, por nuk jemi shit me pare. Ne kemi sakrifiku karrierën tonë. Si gazetar do t'jetoja 1 milion herë ma mirë. Drejtori tha diçka të mrekullueshme. Në qoftë se s'kemi hyrë në politikë për të vjedhë, tash po e them publikisht. Unë nuk i di rregullat ligjore në Kosovë, se qysh një politikan mund të ndëshkohet, por i din përëndim. Në qoftë se mandatin tim si deputet, një gazetar më zbulon që me parat e tatim paguzve, kam pi qoftë një gotë alkohol, ose një gotë verë, ose një birë, unë kam e dhënë dorëheqje. Tash jem fushat, sigurisht. Jo, me falë, unë kam premtimet të cilat unë e japë, për shembull që kam thonë nuk do të pranoj post të ministrit, normal që jena në fushat edhe publiku e njerëzit do të me po qëfar kuajsh jemi ne. A jemi kual që meritoj, shiko, nuk ka fyrje me thonë njerit kalli zvilile so pajton, sepse kalli është nga shtonës të matmeq me ma njerëzore, po une vizionin tim po e them në këtë formë. Në qoftë se si këta hajnat e kalum, që kanë shku me bileta në business class, kanë ble dhurata për dashnore me kreditkartën e popullit, kanë pi alkohol e kanë pi verë ratë shtrejta. Në qoftë se edhe na tre, kena hy me bo që ashtu bërlog, më zama keq për këtë popull. Po ta kanë të kalume, kanë thonë ndryshe, Milen, për të shumë. Më falë, po për që ta jeni ju gazetarët, me na zbulua, Pse zgjadhet që ti bashkoni lidhjes demokratike të Kosovës? Qëfar e dalën lidhjen demokratike të Kosovës me partit tjera, me Nismën, me AK-ën? Pasi kemë këtu përfaqësues. Unë në fakt i takoj një brezë, them, ose një pjesët njerëzve cilët besojnë në vlera civile, kur them vlera civile, nuk them vlera qytetare në kontekstin urban, por kontekstin ato që ka përfaqëson, ku se cili ka drejtën e vetë, drejtet elementare, respektimi maksimal i institucioneve, respektimi traditës, respektimi disa vlerave cilat i kemi kultivu në qoftë mira apo të këshia krejt këto, dhe nuk mund të mshej, unë e kam pas pikë referencë modelin e një politikani, si që ka që një Ibrahim Rugova. Gjithmonë e kam pa një personi cili janë të mishnun disa vlera, është urtësia, është intelektualiteti, dija dhe pastërtia kombëtare. Dhe unë te ka njëri kam gjithë trijat, dhe po thuaj se pikë referencë të një politikani se si duhet me qenë, e kam pas ata. Dhe ta është ja i ka qenë pjesë e LDK-s për një kohë gjatë, dhe më pas, normalisht që pas vdekjes ti ka ndodhë disa gjëra mrena vetë LDK-s, të cilat nuk më kanë pëlqy, ka pas situata caktuara, ka pas momente vendime në shtatqasje, devim nga idetë, programi, ideologjia, kanë njerë krejt këto, po me gjithate kanë rujtë substancën e vetë. Do më thonë dhe kjo meriton për kraje me nëjë njerës të vjetër që janë mërëna LDK, cilët kanë arrit me rujtë substancën, për kunder gjithë shka kanë përjetu. E dim fatin e tyre mas luftës, e dim gjithë periudhën e tyre deri sot, dhe unë në fund vendosat zgjedh një parti politike tek e cila unë them e gjej veten edhe në kontekstin ato që ka përfaqësojnë ata, por edhe kam mendu që hapësina për ta tregu veten, për ta dëshmuar veten, sepse unë nuk kam shkuar në LDK për qenë them vetëm për të shkuar për të qituar dikujt, nuk kam shkuar për atë punë, jam afruar si një njeri i cili me tërë qenin e vet është i gatshëm dhe ka përkushtim për me ndru gjonat. Partitë të ngjashme si fryma e LDK-s, unë një kohë kam pa edhe Orën, Ferin, por patën fatin e keq për fatin e keq më edhe për jetën plurale në Kosovë, që ato u shuan. Dhe ta është edhe po doja të zgjidhja tjetër, idetë e mia nuk shkojnë tjetër kund. Do me thonë, po të kesh ke parti të ngjashme pak a shumë si LDK-ja, do të shkoja. Pjesa tjetër, cilat janë pjesë e skenës politike në Kosovë, për fatin e keq unë kam kriju përshtypjen që akoma nuk janë parti politike.
Kur e thënë nuk janë parti politike, menoj kështu që nuk i bën bashk vlerat politike që do duhet të kishte një parti politike, po menoj që janë krejt diçka tjetër dhe prurjet si zoti Milaim Halili, krejt gjithë tjerë të cilët po hyjnë sot politik, unë menoj që janë një kontribut i madh që edhe ato parti politike të cilat në Kosovë vazhdojnë pikë referencë ta kenë krimin, korrupsionin ose diçka tjetër që i bën bashk ato, të devijojnë nga ajo rrugë dhe zgjedhin formën e vetme e cila është interesi publik dhe vlerat politike që përfaqësojnë ato për ta ndërtuar një parti politike të mirëfillt. Pastaj japim fjalën. Okej, Lilan. Të reagosh për këtë që tha asaj për këtë partive politike që ne tashmë jemi 18 vjet pas shtërimit të Kosovës dhe jemi një shtet pluralist, kemi hyrë në demokraci. Unë nuk jam i thari asaj që vetëm një parti politike përfaqëson vlerat civile, përfaqëson të mirën ma kulminante të kësaj shoqënie dhe këtij populli. Unë mendoj se që të gjitha partitë, të gjitha listat kanë gra dhe burra të mrekullueshëm, devotshëm që i përkushtohen punës së tyre, profesionit të tyre, që kanë një profesion, që nuk kanë hyrë në politikë pa profesion, siç janë disa nga njerëzit e politikës që kanë udhëheq me këtë vend, mos them kanë sundu që 18 vjet mas luftës. Dhe në gjitha listat unë kam pa njerëz me cilët mund bashkunoj, me cilët mund bëjmë gjëra të mira për këtë vend. Prandaj edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës unë jena shumë mirë dhe jena një parti që përfaqëson vlerat civile. Sepse aty unë nuk kam pa asnjë njeri me uniformë ushtarake, edhe pse dikush mund me thonë që është partia komandantëve, po mos harrojmë se edhe komandantët e luftës çlirimtare e kanë dhënë më të mirën prej vetes për këtë vend. Edhe nuk kanë luftuar sepse në kohën kur ata e kanë marrë pushkën dorë, jam i bindur se nuk e kanë ditë se ata do të ndajnë një ditë pushtet, dhe do të hyjnë parti politike, do të veshin kravatë edhe smoking zi edhe do ta udhëheqin këtë vend, sepse për marrë shembull Haradinajt praktikisht i kanë dhënë dy vllazit e tyre në betejat për lirinë e këtij vendi. Prandaj pse kanë luftuar ata? Ata kanë luftuar, mendoj, për pikërisht për vlerat civile, për vlerat qytetare, për liritë civile, për të drejtat e njeriut, për drejtat e kolektivitetit dhe edhe madje edhe për lirinë e shprehjes. Unë kam pas edhe kritika ndaj disa prej tyre të cilët disa prej njerëzve të luftës edhe kanë mujt me abuzu në hapa ose nesqet e tyre me atë edhe një farë mënyre e kanë devalvu. Ndoshta edhe ato që e kanë dhënë më të mirën prej vetes, por besoni që mua këtu ditë më ka rënë me njerëz të mrekullueshëm të cilët praktikisht i kthyen punët e veta aty ku janë në komunitetin e tyre dhe bojnë gjëra të mira. Por mbi të gjitha kjo shoqëri duhet me u kultivu, edhe me adhon të drejtën, me anjoft të drejtën se cilit individ që me evolu, që me ndërtu vetveten, me rimendu vetveten. Se cili prej tyne ka të drejtë me hanë njerëz, po du mu ba ma i mirë, se që kum qenë dje, prandaj ma jep një shansën. Dhe në këtë situatë unë mendoj se edhe këtu aderimet e reja kanë me ndiku, jam i bindur nëse jo që të gjithë kolegët e mia, disa prej tyne sigurisht që kanë me kalu këtë sfidë, kemi me i pa në kuvend në Kosovës, kanë me qenë vlerë shtume e debatit publik, kanë me sjellë cilësi 3 kuvendit Kosovës, sepse po them, edhe njerë po e përsëris, gjithë një ma shumë po njerëz me integritet profesional edhe moral që vetmin motiv me të cilin kanë hyrë në politikë është me i dhonë sa ma shumë dashni, atdhejt edhe me rujt lirinë e këtij populli, sepse liria është mbi të gjitha. Ne jemi thjesht vdekshëm, por se duhet me lënë diçka brezave që vinë mas nesh. Ne jemi familjarë që të tret, dhe ne duhet që nesër fëmijët tanë me thonë e po mirë, diçka s'paku nga brezi juaj, mritum me pa të mirë edhe me vazhdu tutje, sepse Kosova, Republika e Kosovës, mendoj unë, është një projekt i përjetshëm.
Unë, para se të polemizoj pak me drejtonin, ose të tham një mendim ndryshe prej drejtonit, se janë 3 gjona që na dallojnë, shajat e gishtrive, mendimet ndryshe dhe era e trupit. Dëshiroj të tham që sonte unë në këtë studio jam përfaqësues i listës 12, jam përfaqësues i nismes, i PDK-s edhe i AK-s. Të gjithë njerëzit të cilët i kam taku sot në komunën e Skënderajt, edhe kam taku deputet të Partisë Demokratike, si doktor Avdyllin në Mitrovic, një mjek jashtëzakonshëm, janë fashinu me mënyrën që unë ju këmë thonë, ne jemi një elektorat, jemi të gjithë vlezër, madje në një tubim për informacionin e drejtonit, i thash njenit, hera por në histori që ju duhet të votoni për individin, hera por në histori, i thash në qose s'ma jep mu voten atina, thash ma qef kam me votu ti për Vjosa Osmanin, se mi adhon një dilingjie voten, ose për drejtorin, që ku po i tham studio, ma dëshirë kam një votus me të votu ty, si je i pa djallëzum, e si e zhytë në kremen hajni, se me mi votu disa bandita që i kam në listë që janë bashkë me mu, që ki bandita dhe te atje, do me thonë listën tënde, e tash, po thim të parimet. Pse nuk pajtoj me drejtorin që foli për parime, e u lidhë të figura Ibrahim Rrugovës. Ashtë shumë trishtu se mu lidhë në të figurat e Rrugovës ose Adem Jasharit. Për arsye se, të gjithë kemi qenë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës. Do me thonë, prej të parit deri të mëron. Për shembull, Hashim Thaçi ka qenë kryetari i LDK-s në Skënderaj. Jakub Krasniqi ka qenë në LDK. Halil Martoshi ka qenë në LDK. Unë kam qenë themelusi degës të parë në Norvegjit lidhjes demokratike të Kosovës, ku erdhi Jusuf Buxhovi, dhe vizitën e parë Ibrahim Rrugova jashtë shtetit si kryetare ka bën në Oslo dhe në Stockholm, edhe në shoqërimin e Shkelzen Maliqit. Tani, për punë të parimeve, ma mire ke pos me shku të AOK-ja, se të LDK-ja. Do të spjegoj pse. Sepse Rrugova e bon e Ramush Haradinin kryeministër. Ndërsa klanin nga i cili ashtë udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës në kry me Isa Mustafen, janë klan dhe struktura të Bujar Bukushit, i cili edhe ka ofru pare për vrasin e Ibrahim Rrugovës, si pas dëshmive të njerëzve që e kanë thonë në emisionin tim Parotla, që shashtë Shaban Muja, unë po thamë me emër e mbi emër, thot që Bujar Bukushi në ka thonë apo e vroni Belben edhe Zabunin, edhe ju dhon pare. Belba u kon Fehmi Agoni, Zabuni u kon Ibrahim Rrugova. Tani, të lëm parimet, themi kështu. Unë e kam zgjedh autobusin më të mirën. Mu ka do ka autobusi më i mirë me hyp në LDK, ose të Nisma. Pse unë e kam shku të Nisma? Sepse kam shku për hir të hapësirës që më kanë dhonë dhe për hir të figurës Jakub Krasniqit, i cili e tha dje në një fushat, në një takim, e tha shumë mirë. Tha partit kanë korniza, kanë regula. Tha po Milaimin e kena pranu si Luan që se pranon kafozin. Inshallah jemi na Luan në për partit që se pranojmë kafozit e disa njerëzve që e kanë shkatru këtë vend. Po, dhe ta. Në fakt unë pajtova me atë pjesë që tha që kemi diversitet mendimesh, dhe pikërisht kjo është demokracia. Po, absolutisht po, dhe unë kam drejt me thonë pse du Ibrahim Rrugovën, do me thonë, sikur që edhe kam drejt me thonë që ai modeli politikoni për mu është modeli. Se do në ma shumë se unë e Lila, se na dhe kena nej me ta. Ja, dinësi, nuk do me thonë kjo zoti Zekaj, sepse ju e thatë që edhe Hashim Thaçi ka qenë pjesë. Po, Hashim Thaçi mas ne pa dalë me një deklarat ku tha ka me marë e thirin përgjithësi ndaj tradhtisë kombëtare, kështu. Disa shok ti mandej në amën shtabit të shpallën edhe me e dënun me vdekje. Pse kanë qenë me LDK-n dhe ose me Ibrahim Rrugovën dhe kanë nejtë me ta dikur kanë dashur me vra, është çështje tyne. Dhe le të marrin përgjithësinë ata të cilët e kanë menuar ashtu. Edhe zoti Batoshi ka qenë për shembull themeluesi i LDK-s. Po më të drejtën ka vitet 2001, 2002, 2003 me vëmja lexu shkrimet për Ibrahim Rrugovën o zjeter.
Ta është një kohë mirë që ka reflektu mës një kohë. E ka kritiku, nuk e ka shoh. Veç jo zijetër, po kritik publike. Oke, më falë. Edhe unë e kum kritikuar nuk është zijetër, oke, do me thonë, dhe ta është... Edhe prapë kritikoj. Oke, dhe ta është... Mos na paraqit një rrugovën si me ko Jezu Krishti. Pra paraqit një ju në dëshmeti. Jo. Ju kur për ju shoh juve të gjithve të cilët e keni shoh një kohë gjatë, ta shkoni të Vorri dhe thoni kjo është... Unë kur njët si kum ko të Vorri vrajmë në Vorri. Po flasë personalisht. Thuj me Anna, kur si kum ko. Edhe a di pëse se shkoj të Vorri, veç pëse su kon prekaz. Veç për qëta. Unë e di që unë isa për prekaz, për dikush e ka lajmëru që kja atentat rrugës dhe u këthy. Aji ato prolla. Jo, ka pas atentatet disa herë në to. Rifat Jashori ka thonë hajde në besën tam. Pa nuk shkuat në ato rrethona në besë kërkuj. Valloj drejton duhet me shfaqësit ka pak për mas kur je udhëhet si shtetit. Unë nuk të flas këtë nivel. Çka është për mua e rëndësishme, unë kam model referent të politikanit pse ka shtyme shuq aty, vlerat që ka përfaqësuar LDK-ja dhe kaq. Unë nuk thash që për shembull mbrana njerëz tash të AK-s dhe të nismës dhe këto nuk ka Hasan Prishtinën model. Nuk ka njerëz të mirë, cilët vërtet janë për drejtat e njeriu, të krejt absolutisht po. Ose kanë luftuar ashtu për drejtat e njeriu. Punën e parë që kisha pas dëshirë me kërku për 3 liderëve të opozitës është me deklaru pasuninë pas luftës. Si e kanë bërë këta? Cilët lider? Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, Fatmir Limaj. Isa Mustafa? Edhaj. E bravo. Absolutisht. Se harrove. Edhe unë jam dakord me ty. Po veç me shumë përgës jam ka flasë tash për opozitën pëse nuk i kumë zgjedhur në ato parti politike, për kumë zgjedhur këtë tjetër. Sikur, problemi im është të këto parti politike që kanë problem me leadership. Nuk kanë problem me vlerat mrena që i kanë. Kanë njerëz që meritojnë respekt, kanë njerëz që leadershipi i tyre, të cilat i kanë uzurpu partit politike, më së paku mund të promovojnë vlerat civile dhe politike në këtë vend. Dhe kjo është ideja pse unë zotim Matoshi kritikova, jo në kontekstin e njerëzve mrenshme, sidomos listat e fundit. Janë për admirim që ka një trend më pozitiv, përkundër që unë e kam thonë disa emisionet. Cila listë se s'dëgjova? Lista për deputet. Okej. Listat për deputet. Normalisht që spajtona me disa njerë, sepse s'mundë me pona është edhe zotin Zeka edhe zotin Matoshi listë me ta, këta kanë zgjedhë vetë, kjo është këtë okej. Unë në listën ku jam nuk njo bandit, nuk di që ka bandit. Allah të kalëzaj plat. Po ta dija dhe po të kishtë, unë do të rezervohesha që t'jem pjesë asoj listë, po të më drejt. A ma jep fjollën që jep dorheqje me të kalëzu, ka një kitë bandit ato në listë? Ta është dorheqje, unë... E më falë. Qka muj me thonë që jep dorheqje nëse bomi me bandit mas dume qëshorit. Ama nuk mundëm tash këtë fasë, pëse unë nuk i njo. Bravo, po i ri e o driton. Po nuk jam edhe qa që i ri. Jo, nuk po të thamë kuptimin negativ që i ri, je djollë shumë i meqëm. Po i ri je mi avdit dosjet aty në banditav që i kinë listë. Unë e lila i avdim këgja mirë. Në be zoti Zekra, unë fakt nuk i kom njofë shumë personalisht, unë se kom taku asë njeri Ibrahim Rugovën me ullë me nejtë. Po që ka libra, ka histori cilët po të regojnë, edhe njerëz, po të thonë bashkëtar ti që po të regojnë, edhe po thoi, nuk është letë në Kosovë me njofë thoi që si vine së cilit. Absolut. Ti e shef për shembull unë për çdo respekt, zotit Haradinaj, për çdo respekt për luftën që ka bërë. Por pasuninë e krijuar mas luftës, unë nuk e kuptoj. Me rrogë deputetit nuk bëhen ato. As Kadri Veselit, as Fatmir Limës. Bili ju vetë, në vitin e kaluar e di që pa të thonë që vetë Fatmir Lima është ai i cili ka shkatruar pronën publike në Kosovë. Domethënë pasuninë publike në këtë vend. Prandaj për këtë kontekst kam dallim. Domethënë për ndryshe, për njerëz cilët jeni sot në listë, unë po them, kanë më qenë vlerë edhe për kuvendin edhe për politikën në Kosovë. Mendoj, bile na fatxhat, ka me pas pozitivitet të madh. Okej. Nëse më lejohet drejton. Po të lutem. Po sa i përket 91, 92, 93 dhe asoj shprehjes që përdore zi dhe tërë. Duhet me të përmisu, sepse unë e kum bon kritik publike si komentus, si gazetar edhe atëherë, por se kritik ma tash për kum bon, sidomos mas konferencës e Daytonit Ohio, që është mojt 1995. Dhe jo 91, 92, 93 kom qenë bashkëpunëtor i afërt, sepse kemi pas atër një trup koordinuese të partive politike shqiptare në ish Jugosllavi, ku kemi participu edhe na, do të thotë si parlament rinor, fillimisht pastaj edhe si parti parlamentare. Prandaj, për saktësi këto po ta them. Por çka do më thonë rrugovizum, se po abuzohet shumë me këtë term, për mua rrugovizum është domethënë
filozofi politike e cila e ka orientu drejt shoqërinë kosovare, e ka unifiku. Mas pori, gjitha lëvizjet, gjitha viteve, gjitha shtresat e popullsisë dhe gjitha ideologjit për me u mbrojt prej okupimit sërb që na ka ndodhur 89-ën me heqjen e autonomisë 74-shit me tongse që ka ndodhur atëherë. Dhe e dyta, zoti Rugova nuk e ka leju përplasjen e grupeve ndryshme shoqërore që masanej ka orën shprehje disa herë. Mbi të gjitha e çmoj rugovizmin që nuk është bon asnjëherë me aksidentin që është orienti, por gjithmonë ka qenë me oksidentin që është perëndimi. Dhe këto janë vlerat të cilat secila parti politike, secili njeri që hyn politikës i çmon. Unë e kum thonë dhe po du me përsërit, edhe lidhja demokratike e Kosovës është një aset kombëtar, të cilin domthon nuk hiqet, nuk fshihen nga kujtesa e kosovarëve, por se leadershipi i sotëm, kryesisht me shumicë leadershipi i sotëm i lidhjes demokratike të Kosovës nuk e ka asnjë lidhje, as si mosh, as si frym, as si projekt politik, përpos që e përdorin pushtetin politik, jo si mjet për me realizu reformat dhe me ndrejt këtë shoqëni, me bon shoqëni të drejtë dhe të jetueshme, por e përdorin pushtetin si qëllim pikërisht për pasunim. Për mu pasunu nga, më falë drejton, nga zyrja publike. Dhe kjo është motiv shtresë që mu më ka bon me hyrje politik. E di që gjitha listat dhe gjitha partit politike e thate edhe jo, po pajtohem, ka njerëz që nuk janë të denjë as me vlera qytetare, as morale, as profesionale, thash edhe ka njerëz pa profesion fare, por se, çka me bon? Me prit na, derisa këta njerëz të shkojnë nga skena, të shkojnë edhe vetë ne, se jemi të përkohshëm këtë botë. Prandaj, unë mendoj se duhet me shfrytzu shansin aty ku të hapet dera, aty ku të lejohet një hapësirë, e tha Milajm Zeka, po e tham edhe unë, mua zoti Ramush Haradinaj, më ka lënë hapësirë, jo vetëm mbrana partisë, po edhe me mendu, edhe me shku në televizion, edhe me fol, edhe me shkru qaj halil që kum qenë. Prandaj unë du me përdorë foltorën e Kuvendit Kosovës me thonë që ato që i kum thonë që 35 vjetë, sepse kum mojt me gjithat një farë kontinuiteti, e kam një profesion, e kam një reputacion profesional. Prandaj, une me këtë qasje kum hynë politikë edhe mendoj edhe me dalë për politikës, por me një kusht, nëse mërim që ne, brezi jonë, me kriju hapësirë në Kuvend dhe në institucionet e shtetit, me ardhë qika dhe djemët më të mirë këti vendi, që kryjnë një shkollë të mirë, atëherë unë do t'isha vërtet i lumtun edhe kisha me shku të shtëpia, thash, në barë, ku i kom lulat edhe pulat që e thëmë shpesh, edhe me shku poezi. Më falë, a banë shpesh, se në fakt për pjesë, më falë zotë Zeka. Veç edhe një fjali, se shumë njerëz po keq përdorin, po thojnë keni hyrë, po doni me hyrë Kuvend me vjedhje. Ta dinë se cili qytetar dhe qytetare e Kosovës. Në Kuvend në Kosovës nuk banojnë paret. Aty e merr një pagë edhe shkon te shtëpia. Parën Kuvend nuk ka. Që ta dinë domosdoshmë se po abuzohet shumë në këtë sens. Më fal. Interpretimin e saktë që dha për rrugëvizmin pikërisht çaj arsye pse unë jam aty. Mendoj unë. E dyta, çaj çdo është me bën LDK-n qeverinë e kaluar që nuk e ka bën, e që ti po thuj ka cenu vlerat e Ibrahim Rrugovës dhe të rrugëvizmit. Çaj çdo është me bën LDK-n qeverinë për 3 vitet e fundit, cilët nuk e ka bën dhe ju thoni që këta kanë cenu, këta kanë abuzu, këta sepse me fol me generalizime zoti Matushi na mund diskutojmë. Po vetë çka kryejm huti, nuk kryejm çarçi. Unë foli konkret, pa generalizime, se ty fol me generalizime kena rrajt që të popull që 17 vjet. Mas pari, para se të përgjigjem pyetje, do të dëshiroja. Do të thoshë pyetja, po okay, s'ka problem. Na jemi një mollar tash. Mas pari do të dëshiroja brezjët, me po Ibrahim Rrugovën si vlerë univerzale të të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë njerëzve. Adem Jashari është vlerë univerzale. Në qoftë se ju doni me fitu vota përmes Ibrahim Rrugovës, e keni gabim, sepse. Kush e tha këto se thash? Dëgjoj, pak njerëz kanë ndaj ato në hekurudhën e Ibrahim Rrugovës. Unë ja di vlerën e Ibrahim Rrugovës, se e theu mitin serb 100 vjeçar, që kosovarët janë pro-islamik dhe dojnë me ngrit një shtet fundamentalist islamik.
Kjo është vlerë absolute e Ibrahim Rrugovës. Qysh është vlerë absolute e Adem Jasharit, që është fitili lirisë të Kosovës. Tash do më u kthy të dy gjëra. Te akuzat që i bane, jo akuzat po që thaj Ramushe, Fatmire, kë me anina. Okej, edhe dy gjëra po t'i them. Unë kërkoj publikisht nga prokurori shtetit, që mas zgjedhjeve, me petimet për pasurinë e çdo lideri politik. Mas pari ju duhet me ditë që është nën akuz, që kryetari i lidhjes demokratike të degëve në diaspora Hafiz Gagica i ka ngrit akt akuz kryetarit juaj Isa Mustafa për vjedhjen e 3%-shit dhe për shitjen e Dardania Bankës në Tiranë. Shumë konkretisht po flas. Let del Isa Mustafa dhe let tregon ku janë milionat e 3%-shit, ku është fondi ta ndihmojmë Drenicën, qysh duhet me dal këta me tregu ku është fondi vendlindja thret. Ka e kanë qu vendlindja thret. Prandaj në qoftë se rezonojmë si politikan, edhe si analista, të mshojmë të dy anëve. Ka e ka bon pasurin Isa Mustafa. Ka e ka bon pasurin edhe të tjerë që janë nën akuza, dim na korrupcion ka pos kneni. Cilat janë dështimet e Isa Mustafës dhe të Abdullah Hotit në qeverinë e kalume? Po këta nuk kanë zot me vendos bordin e Post Telekomit Kosovës, që Post Telekomi Kosovës gjdo dit ashtu u shkatëru. Dhe më thonë, 3 vjetë nejti Isa në pushtet, si kryeministër i Kosovës, në qoftë se ti, din me më kalzu, qëfar vendimi ka morë, unë do isha shumë i lumtur. Isa për 3 vjetë ka qenë megafon, tutoronjë, surl e Kadri Veselit edhe Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj në qoftë se ky popull i beson një partije politike që ka nej si pule lagne nën setullën e Partisë Demokratike të Kosovës dhe votojnë këte vaj halli për këtë elektorat. Dhe përgjegjësinë për krejt dështimet e kalume e ka mas pari LDK-ja, pastaj edhe PDK-ja. Nuk mund mi i kasoj përgjegjësia. Nëse më lejohet driton të lutem. Unë po ndëgjoj, jo vetëm nga ty, por edhe nga kolegët dhe kolegë tu në lidhjen demokratike të Kosovës që po thojnë koalicioni i terit, koalicioni i krimit, ndërkaq veten po e quajnë i dritës, unë mund vetëm më t'i thonë disa elemente që po bonit pa drejt. Madje edhe njerëzit e LDK-s të cilët unë i kom bërë personalisht me një varg shkrimesh edhe Vjosa Osmanin, edhe Donika Gërvallën, edhe shumë të tjerë ku ju në tërheq zvardës i kanë lanë as me ndëgju aty se që ka po flitet. E le mo me marë pjesë në debat. Më falni, po një parti vërtet demokratike, kish me leju me hi dhe qytetarë të vendomt edhe me ndëgju që ka po flitet parti se mon parti politike nuk ka që ka fshijet. Sepse si jemi mo ilegale, po jemi parti demokratike edhe legale. Ta, që ka po du me thonë? Zoti Selmona, Lidhja Demokratike e Kosovës është parti historike, por edhe si pas pragmatizmit të vetë, thirret në vlerat e institucionalizmit dhe është mirë kjo që thirret këto vlerat që participon pushtet. 3 herë ka qenë ka bashkëqeveris me Partinë Demokratike të Kosovës dhe prej Rambujes praktikisht ata janë gjitha proceset së bashku, edhe në Rambuje, edhe në procesin e Vjenës, edhe në procesin e Brukselit. Ata, Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe njerëzit të cilët kanë kritiku hapën, kanë i kanë qujt vrasës, ose ja kanë bon kvorumin, ose edhe kanë votu zotin Kadri Veseli për kryetarët Parlamentit Kosovës dhe zotin Hashim Thaçi për president Republikës Kosovës. Dhe, çka është mbi të gjitha, çka po du me thonë, po operohet shumë me termin nga ona e aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës se për kapjen dhe çkapjen e shtetit. Ju lutem, marrëveshjen që nuk e kanë nënshkruar Halil Matoshi, por e kanë nënshkruar Isa Mustafa me Hashim Thaçin, përkatësisht tash e ka vazhduar me Kadri Veseli. Në njëna për pikave të marrëveshjes është me dealin që thuhet 50-50, 50-50, bordet e kompanive publike, këshillat, agjencitë qeveritare dhe gjitha të tjerat. Madje tjetër, një parti e cila e lavdon një lider si zotin Mustafa, i cili unë e mendoj
kjo është mendimi jam se nuk e ka drejtu qeverinë më të keqe të këtij vendit, mas luftës po flas. Por se e cila na qenë ka qeveri shumë e suksesshme, drejtim shumë i suksesshëm dhe ai nuk i prin listës. Nuk është i nominuar për kryeministër, kjo më duket që është absurditet, sepse ju e pas një heq ekipin fitues nga loja. Dhe e të kretë në fund, e treta, parti e cila në ecjen e saj demokratike që nga viti 2002 e deri me sot i ka humbur plot 200.000 vota. Domthon në bërthon, çka do të thonë? Kjo parti po mbetet nga dal vetëm kujtesë historike, kujtesë e mirë, por se duhet me rimendu veten, ndërkaq që Alianca, se bashku tash me partnerët që janë PDK dhe Nisma, po duam me marrë përgjegjësi të reja që me drejtu vendin atje ku e ka vendin tonë, atje ku e ka vendin në Bashkimin Evropian, NATO, edhe më fal zoti Selmona se nuk është për me qesh, sepse asnjë përplasje me faktorin ndërkombëtar në Kosovë nuk ka, edhe pse disa nga eksponent të LDK-s po dojnë me e paraqit. Në fakt tash do të më vonë kohë pak më shumë sepse ata dy vazhdo. Dishta me kursyza zotin Matoshi pak po megjithatë tash unë detyroj. Me thonë me Kadri Veselin me çuvenin në Evropë, kur zoti Matoshi ka spakën jo 500 faqe shkrime për Kadri Veselin, tash mos se zihet pak po duket me thonë për organizatën që ka udhëhej çaj. E me thonë me Kadri Veselin shkrim në Evropë, e me Abdullah Hotin jo, kjo është një paradoks i llojit vetë. Nuk e përmend Abdullah Hotin, fal. Tash i ke filluar me mërziti sa vota i ka hup LDK-ja. Pani faleminderes për konsideratën që po mërzitesh, po merru me akën, me partinë tonë, sa vota i hup, sa vota i rrit. Për ndryshe, çështjen e a ka qenë LDK në zgjedhjet e fundit, them vegël e PDK-s se kështu me radhë. Po t'ishte vegël e PDK-s, hala kish me qenë me PDK-n. S'kish pas nevojë me marr juve PDK-ja. S'tash vegël. Tha tash ka qenë surl. Jo, tha një parti e urtë e cila as nuk na duhet. Jo, një pulë lart. Jo, unë mendoj që pikërisht pse i ka dalë ashtu i fortë PDK-s, ata u detyruan me juve natën me umledh edhe me rxhu. Për çudi, ka qenë ora kur e kanë shkruar sa Mustafa koalicionin me Hashim Thaçin zoti Selmanaj. Po spengova pra, unë nuk thash natën që keni nënshkruar. Thash natën i morr vesh për me rxhu. E vërtet. Edhe kisha interesant them, hajde ju që u morët vesh për me rxhu. Kisha mirë kuptim. Po listën serbe çush e bindët? Aha. Çush listën serbe? Çush e bindët për me rxhu sa Mustafën? Pse? Pse? Po për ata njerëz të luftës ish dashur më pa marrë ata janë partije serbe të Kosovës, zoti Selmanaj. Do me përjashtu. Jo, për FSK-n, transformimin e FSK-s, transformimin e FSK-s nuk po mundna me i bind ata. Ç'ashtu? As PDK-s mundet me bind. Po për me rxhu Isa Mustafa. Isa Mustafa s'ka dosh me bëu shtrim. LDK-ja për herë të parë pas luftës e ka marrë qeverinë e Kodhës. Për herë të parë kryeministri i vendit kena pas të LDK-s. Dhe më thuaj ti mu, a kemi për herë të parë në historinë e Kosovës mas luftës raporte pozitive për Kosovën? Për herë të parë ka ndodhur qeverinë e Isa Mustafës. State Departamenti, raporti progresit, Freedom House, krejt që to, nuk janë raportet tona, janë raportet ndërkombëtare. Mos flas për se unë nuk jam ekonomist, nuk jeni as ju, por shifrat i dim, është marrë vendi me 1.2% zhvillim ekonomik, kam rrinë 4%. Përkundër sulmeve, gazit locjells të natëzeza që ju kanë drejtuar kësaj qeverie, pa e lanë me pa një dritë bardhë. Dhe ka sukses, ka një stabilitet financiar, ka një disiplinë fiskale në këtë vend, ka rend, tashti, na mos pretendojmë na që për 2-3 vjetë ka mujtë me u bë mrekulli, që dikush e ka shkatru për 15 vjetë këtë vend. Keni marrë pjesë në kopjen e shtetit apo jo, zoti? Tashti, ju shpesh thoni pse, po çfarë, veç një sekond. LDK-ja tu qenë qeveri, bashkë me PDK-n, janë marrë veshë me pruni kompani britaneze, që është kujdes për zgjedhjen e antarëve të bordëve, përfshirë të dhe drejtorin e doganës, dhe gjitha... Edhe pas ki bo një punë të mirë, po, dhe ka me vazhdu kjo, nuk është vetëm kjo punë e mirë. Tashti, unë kur për ndëgjoj në për emisione tjera televizive, ose kur ndëgjoj zotin Veseli, Kadri Veselin, thoshte kjo qeveri është dashur me rast se dinamika e ultrukon. Merrem me merr. Dhe tashti kështu çka po duam i thonë juve. Sepse LDK-ja vërtet ka qenë shkollë gjithmonë për klasën politike në Kosovë. Dhe tash është shkollë. Pse? Para 3 vjete ne folnim çush me rrezu një qeveri për krim e korrupsion. Tash po flasim për dinamik. Dhe kjo është shkollë. Besojmë në standard i ri politik. Me diskutu për dinamik rrezona qeverit
në Belgjik, në Angli, në Francë, çdo kund. Nëse flasim për dinamikë, mundemi me diskutu. Me fol tash, pse Isa Mustafa ka dhënë ndërheqje edhe pse. Po unë mendoj që duhet me u përshëndet kushdo që ekziston në Kosovë, edhe për këtë standard të ri në politikë. Vendet më të zhvilluara perëndimore. Ndodh që kryetari i partisë thotë ka atë shumë punë partia saqë nominoi dikën tjetër për kryeministër nga radhat e partisë. Në Zvicër ndodh kjo. Njeriu ka qenë suksesshëm. Veç një sekond. Hiqet nga lista. Po, njeri më i suksesshëm që ka bërë shumë, thotë kështu. Apo mi faturoni gjynat që unë u bona me PDK-n për kundër suksesëve? Po, atëherë unë jam gjendje me marrë edhe këtë përgjegjësi. Mos me konkurru as në listë për deputet, as për kryeministër, me vendosni njëri më brillant mundshëm si zoti Abdullah Huti. Dhe tash edhe i ka hapur edhe për kuadra dhe kështu. Prandaj unë po them, gjërat që ndodhin të mira, kudo që ndodhin, ti vlerësojmë si standarde të reja në politikë. Ti vlerësojmë, unë s'po flas që LDK-n me vlerësu në qeverisje na mrena. Hajde se na kemi i natës po dojmë. Merrni raportin ndërkombëtar, lexoni zoti Matoshi. Unë s'po flas hiç për ato. Merrni ato, edhe të Bankës Botërore, edhe të FMN-s. Le të flasin ato, unë s'po flas, mos të sjellni këtu me secilin paragraf për më tu drejtu. Ndërkohë mos harroni që niko patun pas të lashe me FMN-n filloi me inal krejt format e bashkëpunimit me neve, për shkak rritjes pa kontroll të pagave. Domthonë me një selam, ju edhe juve, jo 5%, jo 10%, jo 20%. Prandaj me pretendu me thonë që me zotin Veseli, me një listë unë thashë dhe me një emision tjetër. Nuk po mujmë të parë, zotin Matoshi, ty me një listë me Kardi Veseli. Zote Ramush Haradina është i nominum për kryeministër. Jeni në koalicion me një parti për të cilën ju po thuni, keni shkru 15 vjetë bashkë me së fund mekanisë zoti Zika, se jo ma herët. Po se jo mi bindu që ka të 4-5 vjetë se ma herët kodgjë i ka livdu, edhe tash, po nëse mirë që keni hynë, prapë është mirë, du të vlerësu që keni hynë. Pa mani me folë shumë, sepse kur nuk është shkru në s'ke ledzuës, kom posu në apsirë ma herët. Të kom ledzu, të kom përcil edhe në RTK, edhe në shkënim edhe ku do që ki qenë. Kur njetë, as si kam lavdru, as nuk i kam shoj, kam kritiku vazhdimisht. Vizë do me të thoi diçka shumë shkurt. Jo, do të me dalë para poplet, dy partë, edhe ti, mos i pimbru në ata tash si përfaqësu si tyne. A di ku ju beson juve elektorati, kur kërkon një faljet sinqert? Nuk ka qenë koalicioni dhunës, PDK-ja nuk ja ka shtirë revolën në fëti Sa Mustafës me bo koalicion. A di me kanë ka boj Sa Mustafa për me tregu qëfar njeriu jo parimor është dhe sa i dapë. Ka thonë që shiku në ka vra. Isa Mustafa e ka përmen edhe bazenin e Radonicit. Dhe ka shku ka bon koalicion me njerës që e kanë vra. Njeriu deputeti ytë në parlamentin e kalum të Kosovës, që shko ftyrë me lyp votan deçan, në rrethin e pejes, kur ka thonë filoni ma ka vra migjen, e kaneja ka dhonë votën filonit për mu bon president. Edhe në fund, të thame diçka, Bajram Geci ju ka përshkru juve mas miri, ka thonë koalicioni të errit. Për juve? Jo, ka thonë koalicioni të errit, për dëkëja me LDK-ja i një konë koalicion. Kush ka thonë koalicioni? Pse du të më marrë me përgojimi, unë s'pe kuptoj. Sa mërë përgojimi, a ka thonë koalicioni të errit? Flasim për procese dhe për kulturë qeverisë që kemi ndërtu në këtë vend. Ka thonë Bajram Geci, ka thonë tjetër që Jo, deshta me thotë diçka. Ju duhet me dollë mi kalzu poplit, me thonë që na i na konë në terë 3 vjeqarë, edhe tash drita për na i merë sytë. Jo është mirë, për një me po thamë shumë seriosisht, me bo pak pauz, me kalu pak në opozit, me mësu do regula demokratike dhe mi adhon shonë në Ramush Haradinit, me dëshmu veten, a mund mi qu proceset për para. Unë mendoj, po unë besoj, që i vetëmi njeri për momentin aktual, i vetëmi njeri që i qënë proceset për para, është Ramush Haradinaj. Dhosht zotit që unë e lila e bindu me morë Abdullah Hutin, minister për ekonomi e financa. Pse jo? Seriosisht po të famë. Bile unë i kësha propozu zotit Selmanaj me lanë partinë edhe me allë me u bashkan gjitë shtabis gjedhërët zotit Matoshi. Ja, shtu kjo nuk banë... Jo, në fakt i bjen shtabit milionerve, që lu të s'ka interes. Mo bre drejton me se jep hapë, se nështë ta ma zjedhe u bon një bashkapet me neve. Në gëmë, qërë të ashtë, adi vesh
Mësa ullim nivelin e debatit, jo tha ai, për mu nuk i dja garancia ato, mësë më trajt. Unë e muj me fol, vetëm për qëndrime zyrtare të LDK-s nëse keni përcjell. Nuk ka qëndrim zyrtare të LDK-s. Pa me se fyva diçka Bajramin. A ka thonë koalicionit të errët. Çfarë relevancë ka për debatin? Ka relevancë më kallëzu që ju s'po shehni mirë se një konter që 3 vjetë. Pra të shket ka ilustrova thonjën e... Atja nisëm tash se cili shka shumë statuse në Kosovë, po mirëm sot me në emision. Po s'ka në relevancë të tema. Ideja është, hajde po flasim në... Po t'ishte, qëre, ka qenë krejsisht normale që ju të pritnit për rezultatën e zgjedhjeve, edhe më pas, koalicionet ndodhin natyrshëm, tek e fundit, është një bashkim kogje natyrshëm, se neve na keni letësu punë, me thonë drejtën. Për shembull, mu personalisht ma keni letësu punën se si kam 2-3 adresa, e kam një adresë tash. Domthonë, vend që me u morë, me thonë qëre, AK-ja nuk është bashkë si PDK-ja, ose nisma nuk është bashkë si PDK-ja, tash ta me jo këtë njësoj janë, se janë bashkë. Në kontekstin politik, tash si përfaqësoni një partie politike, ma keni lecu. Por, çka po du me thonë une? Zotë Matosh, janë të pak krahasueshme dy situatat. Pse? Sepse, mandatin e kaluar. Ju bonin pushtet me ata, ne nuk bon pushtet me këta. Apo? Jo bre, kemi analizu bashkë me ty. 6 muaj krizë politike në këtë vend. Një vendim gjykate kushtetuese. Një krizë institucionale dhe në fund është ka ardhë, them, edhe me këshillën, tash dikush do të me detyrimin e bashkisë ndërkombëtare, është të me luaja punë. Nuk ka ndodhë ju, tash spritet heq, në momentin kër e patë që LDK-ja ka mundësi me e marë këtë vend, dhe se duket po e merë përsëri, ju detyrut. Bile ka fillu, se unë e thash një natë shumë. Lufta, një pjesë e luftën në Kosovë, një pjesë e shtabit, luftën në Kosovë e ka nëdhesh nga Rogneri. Si duket edhe kë koalicion nismën e ka në Rogner. Sepse, ose ofër Rognerit. Ku marë, Ilir Meta, tupi qaj me... Nuk kum qenë aty. Ja, po kështu ishte. Po spekulim klasiku. Jo, doli në media që Ilir Meta, Zotja Radina ka qenë me Ilir Metën... Këso i dhujnë demagogjia, artikullum me ju fort miju, driton. Atua që fole dhe i tash argument. Fokte. Driton, a mendon të që nga Rogneri u ju më rrit në një fazë, dhe tash ju nuk jeni 3 parti politike, ju jeni 13. 13 në një... Ju sojeni? Në 3. 3? 2 zyrtarisht, e 3 është nuk o parti politike, është bashkan gjitë alternativa. Jena LDK, AKR, alternativa, në fakt është edhe... Alternativa nuk është parti politike, më fakt. Nuk është, okej, nuk është. Po du me thonë që ju jeni 13. Dhe krejt kjo, adem se një bo, vesë nga Afrika, që LDK-ja po merë përsëri, andën pëse, për të vazhdu punë të mira të cilat i ka njës para 3 vjetë, dhe kjo ka me qenë vazhdimësi. Nuk o që ne kemi me po shkputje. Sepse unë menoj që kjo qeveri, sidomos me Isa Mustafën, ka suksese cilat nuk ka pas asnjë qeveri. A ditë që jemi tash në formacion, si me lu Barcelona me Feroniklin. A u këtën? Ju Feroniklin? Po ju edhe bazën e keni ndërnisë aty. Po në fakt Barcelona jemi. Më falë, veç diçka. Që po thu edhe bazën e keni ndërnisë. Për ty është shumë tërp, me thonë atë formë, është te për tërp. Feroniklin e përmene? Jo, po me stoj bazën e keni ndërnisë. Se nuk e kemë, unë e bazën... Se më nuk është tërp, se tërp jo, a di pësa tërp, se the në formë raciste. Jo, nuk e thash formë raciste. Jo, e thash bërë, se më falë, për pos Hashim Thaqit, asë një minister nuk kukoj Drenicës. Për mu Drenica dhe Kamenica janë kështë ishtë njësë. Më falë, ju keni lu me 2 karta. Metaforës tonë, thash qërë një... Jo, me... Që në regullë. Zoti Zek. Po përfundoj, leta përfundoj. Normal përfundoj. Se këta, a di qësh janë? Këta janë foqja zeze këti veni. Se qështë ju konvenon i dredhen. Kur ju konvenon këtyne, dolin mija dhe mija shorin për luft. Kur ju konvenon. A kupton? A pse në bo kaps në kohën e Sërbis, këta hisë nuk e pranojnë ato, nuk kërkojnë folje që në kohë total kaps. Në ndë, ashtë fyrje për këte, për drejtonin, me thokë ka udhejs lufta prej Rognerit. A kupton? Këto janë thashe theme. Ka njerës që kanë dosht me mohu luftën heroiket koshares. Mos fol për individ Dilingji, se shtabi u konë beri, shtabi i ushtris qlirimtare të Kosovës, edhe në Likovc, edhe në Lap, Agim Ramadani nuk ka luftu prej Rognerit. Në kontestin politik, kër e keni bon ju koalicionin me Begjet Pacolin që s'keni lon sand, zez, miki tok pa akuzu. Jo me thy, po e kanë akuzu, jo te drejton, po që ata që ti po i mbronë. Jam ka mbroj, unë jam vërë për LDK-n. Isa Mustafa nuk kalon fushat, kalu me pathon që Begjet Pacule është njëri rëzve. Jeni bo koalicion. Kur jeni bo ju koalicion me ata, ku morë
ku mori qiti koalicioni nga njerëz kryesor, kam qenë unë. Nonja kena nis lojes, e kem përfundu në 12. Dhe kur u kthyja Kup Krasniqi prej meje ka thonë, a futemi në koalicion me PDK-n, se me AKN kemi qenë në koalicion. I kam thonë tekstualisht, 4 vojzat me mi vro Kadri Veseli, du me hynë koalicion, veç mi mujtë që ta. Sepse, ty nuk po ki moral politik me pranu që gjdo të zezë në qeveri, prej që ta tha Halili, e kënej jeni ko PDK, LDK, bashkë jeni ko burë, e këni qeveri zvenë. Jo, dhe ishta me thonë vetëm një fakt, që është i pamohushum, sepse arkivat ekzistojnë, Zoti Selmanaj, listën ku je edhe ti. Jo vetëm që është thonë nga shumë eksponent zyrtarët nalt, Lidhës Demokratike të Kosovës, se Zoti Pacolli është njeri i Rusë, ose i Kremlinit. Më falë, Zoti Selmanaj, ekzistojnë shkrime nga eksponent, zyrtarët, kolegë tu, kandidat për deputet. Çfarë relevancë kanë për debatën? Zoti Selmanaj. E relevancë rogneri takoa, sa është nivelli kafeneve. Jo, ka qenë publikisht e punë edhe... Ekzistojnë shkrime të ru në për mediat, botume, nga zyrtarët nëtë LDK-s, që Zotin Pacolli e akuzojnë për hiq ma pak se milionat e ti ka fitu nga fushat e kuqet Afganistanit, do më honë me narkotik. Ekzistojnë, do më honë këto nuk për i shpifi unë, sepse ekzistojnë dhe i kam trujtuna, ndërka që ta shti, po e donë me kalzu që ju i një koalicioni dritës na terit dhe i krimit. Në onën tjetër, ekzistojnë fakte që në listën ku je dhe ti, Zoti Selmanaj, ka eksponent ose antarët e familjeve, pjestarët e të cilave, kanë shkrujt publikisht në Facebook se kanë bon thirrje me ju bashkan gjitë ISIS-it. Të lutem, kjo është fakt, Zoti Selmanaj. Dhe, po ta dinte Ibrahim Rugova se kush do të hyjë listën e ti në akronimin LDK, a i kishë mu rëtullu në varë sante. Lutem, Zoti Selmanaj, t'jemi shumë konkret, ta shfrytëzojmë kohën me fol ma shumë për veti dhe me u drejtu publikut, mos i paguaj fakturat të cilat nuk takojnë ty. Për arsye se, sa po histori të lidhë, Zoti Selmanaj, sa po histori të Lidhës Demokratike të Kosovës, ju morë vetë, i kom shku nështë jo veç i thaj ke shku 10 faqe për Kadri Veselin, kom shku edhe për LDK-n, edhe për Zotin Rugova, edhe kritik publike, une nuk shoj, por unë kritikoj, edhe ashpër bile, edhe kom e vazhdu me kritiku edhe kolegët e mitë partis, nëse abuzojnë me pare publike, nëse abuzojnë me qytetarin e Kosovës, nëse abuzojnë me lirit dhe të drejtat e njeriut. Për mu, pse kum shku në aliancë, sepse politiken e konsideroj besim të dërshil, Zoti Selmanaj, besim leadership, besim në institucionet demokratike. I kum besu Zotit Haradinaj dhe e pasoj, por qëse qëndrimet, botkuptimet e mija politike nuk mund të ndërtoj me te, ndarja është shumë procesi natyrshëm. Por se unë po besoj që njeri dinamik, i cili njeri politikisht i fuqishëm, sepse Kosova ka sfidat mëdha politike drejton ti e din. Nuk duhet vetëm teknokraci edhe ekonomist, Kosovës i vjen edhe leadership i cili diskuton në Bruxelles për dialogun me Serbinë, për demarkacionin e kufirit me Molnezi, për asociacionin e komuna me shumicë serbe, për liberalizimin e vizave, për emancipimin edhe për ndimorizimin e kësaj shoqërie, si dhe, thash, Kosovës i duhet me marrë ullësin e vetë në organizatën e kombeve të bashkume, sepse na ande pate nuk jemi shtet i maturu. Zotim Atoshi, kështu unë po e shoh që disa emisione po provon dyshysh me se po një është keq pse ki shku aty e tani dysh mu arsyetu vazhdimisht, s'ki nevojë. Është çështje vlerësimi tanë, ki vendosën rregull jam kryesisht i qetë sepse faktografia jame juve po ju çmonton. Edhe jam super i qetë. Ma thuj vetëm një argument, se unë s'jam ka të kuptoj krejt çka e thoe. Që Zoti Selmanaj. Veç një sekond. Ta thash, jo. Ta ma thuj vetëm një argument, apo do në argument. Ti po thu ka familjar të ISIS-it, që sa vjet thu gjithmonë këtë vend përgjithësia është individuale, kush s'merr përgjithësi për babën, as për nonën, as për vllajën.
Kush është ai person që ka bërë thirrjen emën të Nuk thash person, thash familjar. Po s'duhet më marr me familjarët e kërkuj. Udhëna. Po ç'është një individuale dikuj nëse ka përcaktim, po vllau yt mund të jetë pjesë e ISIS-it nesër. Shumë interesant. Çka ke lidhje ti nëse vllau yt shkon në Shumë interesant. Po ti ke qenë avokati më i devotshëm I të drejtave të njeriut. Tash po. I të drejtave të njeriut. Po të drejtat e njeriut janë individuale. Po patjetër. Po si tilla. Patjetër. Mirë po kredibiliteti yt drejton. Çfarë po duam të thonë? Kredibiliteti yt si liberal demokrat me kanë një. Tash ti ju po munoi, unë po shoh dhe zotin Zeka. Ju jeni ka munoi me arsyetu pse keni shku me çata. Nuk keni nevojë. Unë nuk keni nevojë. Për shembull, zoti Zeka, unë e di sa herë kam dëgjuar me vëmendje se kohët e fundit pajtoheshim me pothuajse çfarë. Kushtetuesi se drejton me zgjedhje dhe me qenë zgjedhur. Po. Po kanë janë po na i mohon ti ne këtë drejtë. Jo bes pja mohoj, po puni keq pse e keni zgjedhur, s'jam të thonë që unë thash, mos u zgjedh për shembull, me zotin Zeka, për shembull. Ka 5 vjet që pajtona çka do të flet për këtë. Bile me një emision ka pason kështu. Miloševiqi me pas dasht, me e aprun recetën, qysh me shkatru këtë vend, qysh e kanë bon, sidomos komandantat e mas luftës, nuk ishin ditë kaq mirë. Ja, po për politikanë. Për politikanë që lidheshin... Qa me Isa, i pori, Isa krejt këta bashkë. Prapë thamë që shko. Po pse shkove tash me ta dhe tash po thu zgjidhje më mirë për Kosovën e çata? Që unë veç një arsye ta jap. Është e mundur. Lutem, ma ndëgjon një arsye. Ju si shoqni civile. Tash ta përfundoj, se më thon për shembull, lufta LDK-ja ka qenë kaps kështu. Moni se fakt historia që është valla kapsi ne. Jo LDK-ja. Po jo LDK-ja. Ju dëgjova pra. Që një fakt që po problem as me përfundim. Po jo më jam këtu fol me unë 3 shkrime kolumnën e kohën ditore i kam botuar që u zhdosht mu këmby ushtria Kosovës me vendet e rezervume cilat ti si pjesëtar i shoqërisë civile i ke kundërshtuar bashkë me lidhjen demokratike të Kosovës. Me zotin Daud Haradinaj kum qenë kontakt vazhdueshëm dhe ka fakte që po mendoj deputetët serb kosovar e kanë pranuar një sfidë të tillë me u këmby një mandat i vendeve të rezervume me ushtrinë që sot do ta kishim. Dhe sot ushtria Kosovës, kur ndikimi i fuqishëm rus po rritet në Ballkan duke i friksuar shtetet e vogla dhe popujt e vegjël, sot Kosova do ta kishte ushtrinë, po që të mos ishin ato kapricet e juja etnonacionaliste që doni me përjashtu një grosht një 2-3 kature serbëve të Kosovës. Nuk ka kategori kushtetuese kur një amandament është konsumues. Ka mujt me undryshu amandamentu kushtetuta zotit. Kishin mbetë vendet e rezervuar sa ti je gjallë ti je unë. Pse i dashur? Po është e vërtetë se vetë një mandat i shtyr. S'ka normë konsumuese në kushtetutë, më thon, po e lëm çto vetëm për. Vetë deputet do t'i kishe më shumë zoti Selmon. Nuk ka çashtu. Edhe sot kishe me pas ushtrinë e Kosovës. Kjo sfida numër 1. Dhe pse jom drejton, pse jom në aleancën për Armeninë e Kosovës, është pikërisht themelimi shumë i shpejtë i forcave të armatosura të Kosovës. Ne jam ta përfundoj mendimin. Unë jam duhet thonë kështu, po të ndrojnë kushtetuta në atë kohë për më vazhdu vendet rezervuar. I kishe pas sa ky ymër ti edhe unë. Sepse i dash me 2/3 e serbëve përpos shqiptarëve me rrugët ato. Absolutisht. Është bë vendimi më i mirë i mundshëm i LDK-s dhe vetvendosis që nuk e ka përkrahur një aventurë të rrezikshme. Absolutisht jo. Me thonë për LDK, është provu mas luftës nga privatizues të vlerave të luftës. LDK-n me anatemu me thonë që këta janë kon kaps, janë kon frika cak, i dashme. Veç një sekond, nuk po ti po lun me fjalë burr, më sul në studio me rajt më citu gabim. Nuk thash LDK-n, po Isa Mustafa kapsu ko i bom, bashkë me ty, që po ban. Më fal, LDK-ja. Ku ke qenë ti gjatë luftës? Midis Koshares. Unë e midis Molit 4 muaj. Po ti në mal Po tregoj, leti ato sovjetike posin luftë. 18. Bravo, e 18 ti po më fol për Ognerin. Po të flas sepse fakti historik kum lexu. Mos se përgojon LDK si parti. Vesh një sekond. Unë jam të LDK-s. Jo. Çështu e keni pas për 10-15 vite në Kosovë. Çuçi e keni pas. E çit unë shesh, e çit Ibrahim Rgovën me Miloševiqin fotografi. Çore ky tradhtari. Këta të LDK-s janë sikur këta, se këta s'kan luftuar. Po, kush ka qenë Ahmet Krasniqi? Kush ka qenë Agim Ramadani? Kush ka qenë Sali Çeku? E vrajtën Tajer Zemër mas luftës. E vrajtën komandant Drini mas luftës. Krejt kanë qenë tafër me LDK. Vlerat e mirëfillta të luftës kanë qenë, dhe vlerat e mirëfillta fatësore në LDK edhe gjatë luftës edhe mas luftës. Se duke ngritet një task force në shesh, e pse suqejshe ti me mbrojt kur e kini qitë ju në shesh si unë e kum vra Ahmet Krasniqin?
Se su që ishe me mbrojt. Për herë parë për ndëgjoj, unë që kom dëgju si sekund. Për herë E kom dëgju Miloševićin Hog, duke thonë që Zeka e ka vra. Njerëz flishin që ju jeni, po i shkon për një Zek tjetër. Beso për din përkon për aludon. Në regull, se su mbrojshe. Po atëherë kam qenë njeri o burën e për më morë me këtë punë publike, ku folë për s'kam kërkush. Prandaj po thamë falë veç i diqka. Qka e di unë historinë e LDK-s, garantoj me jetë edhe të luftës. Je ka e bishnojnë, për që të bëtë? Nuk pe bishnoj, se unë jam i pari njëri që këmë thonë grupet e para në kry me Saliqekun, e Adem Jashari në shku për mes Hafiz Gagicës, LDK-s në Gjermani. Unë nuk i bishnoj. Adem se s'ju besoj juve dhe Zotit Matogji, sepse ju një ko e keni që në qilë Ibrahim Rrugovën. Dhe unë ju kom ledzu, ju kom besu. Një kohë tjetër, e keni shah, e keni bo po qavër. Një kohë tjetër, tash po ma glorifikoni për sëri. Ju jeni të pabesushëm. Jeni të pabesushëm për mu. E a mendon ti që une ka me morë vota me amën të Ibrahim Rrugovesa? Kush? Unë. O jo, pa qëndrushmëria ju i në etapa. Më dëshmon mu që ju i një të pa qëndrushëm edhe në politikë. A disa kontraverzje son të gjatë debatit. Pse ti nuk po di që ka me full se ti ardhë me mbrojt budallakit e LDK-s. Jo. Unë jë mordh me mbrojt Milaimin, unë jë mordh me tregu, unë qka ka me bon të ardhme në parlament edhe në politikë. Unë po ju tregoj pse jam në LDK, kur të vina herën tjetër flasim për programin e LDK-s, kur të vina herën tjetër flasim për projektet që kena mi bo, sot nuk o që ajo temë besoj. Kam dimin animon, nuk e di që që ajo temë. Gjithë ma mirë, unë jam të këta se këm gjithë ma mirë. Jo, pse menoj idete mija e shkojnë që aty. So shkum gjithë ma mirë, kum gjithë hapsin për punë dhe idete mija që aty. E na qa mendojme, e na shku me prashit Kolomaqa. Jo, pa i keni fy shumë ranë ata dhe shkut me ata. Ka një kena fy. Pat mirë limën ti për shumë. Kur njët veç e kum kritiku për korupcion derit e zote. E tash punën në parti ti. Më falu shpolli pa fajshëm, që është parti tina. Ti a i beso gjygjit, a i beso ligjit. Po. Ani? Absolutisht po. A u shpalliri pa fajshëm. Okej, tash jemi këtu në rregull. Ti vetë ke qysh zotë, njeriu maj diskriminuar nga drejtësia Kosovës. E ani? Po, çfarë? Jo, jeni Zoti Matogji, jo. Po doni me keqëpërjo, nuk është ashtu. Unë jam të i thonë këti, ju jeni të pabesueshëm për shkak të mos konsistencës juaj në etapa të ndryshme. Ti je ai që e bën civil tame? Po flasim tash që unë jam njeri me profesion, gjë që ti nuk e ki zoti. Çka ki qefti unë me fol më po unë i besueshëm sipas teje? Veç ma një konsistencë. E kam lavdru Ibrahim Rrugovën dej 97-ën. Mas 97-ës e kam kritiku, por nuk e kam fy dhe nuk e kam shoh. Deri kur? Dej 97-ën. Deri kur e keni fy tani mas nej? E keni kritiku? Deri e kam kritiku dej u dek. E tani mas i ditë që duli mirë. Edhe atë e kritikoj për pjesën që su dol në front. Veç që të dy kritika e kun bo. Që nuk ka dol me personale, mund t'i ketë se cili. Unë e kumë thotë se su dollë si Alia Izetbegovici edhe Tuxhmoni me vesh uniformen, ka qenë kritika ime, dhe pse su shku të vorri i Adem Jasharit. A ko dishka të keqe këtu? Jo, s'ka të keqe. A i kumë thoi Ibrahim Rrugovës në do njëherë që e kom tralltar? Kur? I kumë thonë do njëherë që kë punu për interesat e Sërbis? Kur? Fatmir Limen, nuk e kam prek në dy gjana, prandaj jam me te në familje edhe në qështje kontare. Kumë mendu që Fatmir Lima më të vërtet ashtë i korruptuar. Kam mendu, sepse thanë 82 milioni ka vjedha, tha gjykata që shto. Prej 82 milionve, zbritën 250.000. Tani e ke mbrojti ma shumë se une. Bravo. Drejtëm da thonë, ta shu përmenë edhe zoti Limaj, edhe drejton tim ke bind, me hullumtime tua, që zoti Limaj është personi maj diskriminuar nga gjyqësori kosovar dhe po du me besu në këtë. Zoti Selmanaj. Në shumë procese, një pas njëri. Kosovës ka qenë 3 vjet e fundit pushtet bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës. Zoti Skender Hyseni ka qenë ministër i punëve të brendshme, bashkë me parlamentin dhe qeverinë e përbashkët. Ju, tash mos i merr personale kur po thom ju, sepse ti je aty i ri, por Lidhja Demokratike ka mujt me propozu, me boni task force për hetimin e të gjitha vrasjeve, të gjitha krimeve. Kjo do më thonë që nuk është mbyll kjo tema, shumë e dhimbshme. Unë do të jam njëri prej zërave që bashkë me ty kemi me vazhdu, me kërku hetim për secilin njeri që në rrethonat pasqarume nuk është, do më thonë, është vrarë ose nuk jeton më. Prandaj mos i përdorni vrasjet edhe dhimbjet e familjarëve, mos i përdorni për fushata politike, zoti Selmanaj, sepse
edhe në VTK, edhe gjitha televizionet tjera, kërko ballafaqim me Aleksandr Lumezin, vllavja. Eksakt. Jo me Halil Matoshin për këto çështje. Sepse po bani shumë të padrejt. Vesh një sekund. E para, unë menoj që është huqje e madhe me thonë që politika me bë task force për me izbulu vrasje pas luftë. Me propozu thash në kuvend. Krijimin e task force. Po ju bashkë me PDK-n keni bërë 15 task force në qeverisjen e përbashkët. Po jo bre nuk bën. Kur çështet korrupsionit e presidenca e qeveria e Dreqi, e Ibiri, edhe se keni nërë. Ajo është diçka tjetër, kur shprehet zotimi politik, nuk mund është ti për vrasje, për krime ordinere, e për këto me bë task force politika. Mund është me kjo është jo bre, o jo. O jo, se kjo skandal, mund është me bë agjenci të hetimit krimit mbi gjykatë. Kjo skandal veti me menonçe politik. Gjithçka mund është me bë. Zoti Matoshi, drejtësia do të më dhonë këtyne tema përgjithësi. Çdo 3 vjet e keni vrasjet politike, thotë që punua shumë temë dhimbsh. Vesh një sekond, se tash po abuzon me këto. A kemi qenë klik 3 vjet? Sa herë kun përmendur në vrasje politike pa qenë hiç pjesë politike. Mungesë çdo argumenti. Vesh një sekond, pa qenë Kjo është Olfa dhe Omega e kyqjes tonë në politikë. Po tash ke fillu me, kur po të mungon argumenti kakofoni, edhe hajt tash bëjmë zhurmë. Prit veç pa, 3 vjet nuk kam qenë, a kemi qenë në, jo, bashkë po nifësh, a kemi qenë pjesë e klikut, a kam qenë pjesë e politikës ju, sa herë kom folë për vrasjet politike, me qindra, edhe po ta thamë sot, edhe po ta thamë sot, edhe po ta thamë sot, negociata tua me DDK-n kanë zgjatë 1 vjet. Unë kanë ftuar shumë parti politike 1 vjet e 2 vjet. Edhe me aleancën tonë kom diskutuar. Po edhe me aleancën tonë kom diskutuar, kanë ftuar njerëz, qysh, para 70 muaj e 1 vjete. Kur gjë s'ka pas keq kjo punë. Ideja e më është këtu, vrasjet politike, kush do në këtë vend, jo LDK-ja, edhe ti, PAK-s, edhe zoti Zekaj. Mos rreshtu një pa i përmend derisa ti zbardhim, se janë vrarë njerëz vetëm se kanë menuar në ryshe. Kush do që i ka vrarë? Jo, jo, unë i kam përmend kur as kam qenë pjesë e LDK-s. Po kauze se cilë qytetar o Lilo do të jetë. Duhet jetë, sepse janë vrarë njerëz që kanë kimujt të më vrarë. Është kauze organeve drejtësisë dhe hetuesisë, zoti se. Po, diskursi publik. Unë e kom agjentë të mija me përfaqësu dikon kuvendin e Kosovës, nëse sovradi ma jap votë. Unë po them, na duhet krijojmë hapësinë, duhet krijojmë gjyqësi të pavarur, ku ata të punojnë. Jam me ty. Po s'mundemi ne tu e pa klonin pronto si funksiononte me pavarësu gjykatat. Kryeni po koalicion. Ju me ta jeni kom me klonin pronto. Prandaj na përzunën. Jo si përzunën. Jo, si janë nalën kapilar. Jo nalën kapilar. Jo, okay. E furnizimit financiar. Sa mujmë ne si parlament me bo ato e ka dhe Amerika. Politika mund të krijohet një komision parlamentar. Jo, nuk jo. Për hetimin. Po jo për vrasje. Mund të krijohen për tematika tjera. Folje vre burr çka në Amerikë se kam nga 2 minuta. Okej, drejton. Unë tash zakonisht nuk e nën çmoj kërkan as fëmin as në debat, po unë kam një farë horizonti politik në një ori bajagit madhe se pejtë të dytës jetoj jashtë dhe kum studiu dhe kum punu. Ekziston në Amerikë një task force që merret me hulumtimin e çdo vrasje se kanë dalë me qindra të burgosur të pafajshëm që janë dënu pa faj. Na e dim rastin në Ramadani, për shembull, rastin Kiçina. Kum bo film dokumentare gjithë ditën. Duhet parlamenti me hetu prokurorinë e Kosovës, mu kriju një komision parlamentar për hetimin e prokurorisë Kosovës mbi bazën e çkafit ata kanë hap hetime kur kanë dashur e kanë mbyll hetime kur kanë dashur. A jemi dakord këto? Jo, absolutisht jo. Po në aspekti profesional kam dallime. Nuk mundet. Tema kemi na pos aleat. Okej. Çka i duhet ti tani? Çka i duhet? Po jo për zotin Matoshi, po dul pe kontekst. Po jo për kur folëm për luftën. Unë nuk muj me të pa ty militant një partije politike. Unë ty muj me të pa që jap ide të reja politike, vllavja. Po zoti Matoshi, ti mundesh me fol veç për veti e për angazhimin tan. Për mua që shumë shef, vlerësojnë elektoratin, vlerësojnë njerëz. Po ti ke vlerësuar që 10 herë ka thonë s'po muj me pa zotin Matoshi në listë me 4 vese. Po a do sot po unë kam drejt me të vlerësuar ty. Po jo, ti mundesh me vlerësuar am shem me dikon tjetër në listë, po jo cilësitë e mia. Jo cilësitë e mia. Ibrahim Rugova se ka bora Musharadin. Skias mandat me fol për cilësitë e mia, sepse unë më menoj hyn çështje. Po ti fole drejtor. Jo ta kryej ato. Nuk është mia në asnjë variant, as për asnjë Kiçina. Bile unë kam pas shumë si organizator kemi qenë një deklaratë kundër që kuvendin nxorrin në rezolut. Raporti progresit e evidentoi ato. Sa herë përzihet politika në drejtësi, besoj që e shkatron rastin.
e dëmton kur hajri pe çti parlamenti, asnjë parlament s'ka me mujt me i dhënë përgjigje krimeve që kanë ndodhur. Çka na duhet? Pa vullnet politik nuk bëhen e tim, sikur Shqipërisë ndodh, dekriminalizimi i politikës. Na duhet me pas vullnet politik. Absolutisht, një dekriminalizimi i Jo me politikës, ty, dekriminalizimi gjyqtarëve. Po ata dhe kum kandiduar. Tash ti për hapjen e dosjeve nuk e di a mundemi për shkak që frigohem a i ka dikush ato dosje, a janë arkivu mirë ato dosje, edhe a mundemi sot me ndërtu dosje kinë se kanë qenë atëherë. Ma mirë, aty nuk e di. Garantoj, i ka Slovenia dhe Kroacia. Po, ata kanë qenë republika që kanë qenë nivel federativ. Kristal, unë e kumë dzirë dosjen tamë në Kroacia në slojë temën. Aty po du arkivet atje një shurzu për neve. Arkivat e udbes, bravo. Gjdo gjonë që këshin shkru krejt ishe sakt. Krejt, absolut. Ti shqyqër je kon i riske mujtë me kon i udbes. Kështu që kime mnimu mua dhe Liles mi hap dosjet. Më stani, veç e lejt diska. Po ta dhon një këshill miqësore. Këshillat miqësore mi jep mas emisionit. Jo, okej, po për veti që mendoj. Kur njët nuk e shoh veten militant të nismes, as një partije politike. Ka me qenë partizan për me bore reformat më të mëdha mrena për mrena nismes. Halil, një pyetje njëjtë për tret dhe po e përfundojna. Sa jeni optimist se do të ndryshoni opinionin e njerëzve sa i përket politikës, duke marrë parasysh se deri tash folëm për një numër i vogël është i atyre që janë kyçur apo ju kanë bashkuar partive politike, janë struktura të mëdha partitë politike me njerëz të shumë. Po, unë thash jo veç vetë, po kisha dashur edhe shumë njerëz të mirë si vendi, aq se u besoj në këtë vend edhe në këtë popull, që ka njerëz shumë të mirë, madje. Sa ma shumë të kyqen në politikë, partitë politike është aq ma mirë sepse partitë politike themelohen me anë pushtet edhe me derivu pushtet. Me dhonë pushtet, me bo pushtetin, me bo qeverin. Nuk ka shumë më rëndësi kush me kanë ka me bo nesër qeverin. Zoti Haradinaj është mandatar. Dhe unë ju më bashku, mos të harëni, unë ju më shku në aliancë edhe të Ramush Haradinaj sa ka qenë në opozit dhe ka qenë 10 vjetë si parti në opozit, 12 vjetë si Ramush në opozit. Prandaj unë ande e konsideroj vete që janë pjesë e opozite, se thonat kanë dashur që na me dalë opsioni fitues për shkak të shkatësisë negociuese zotit Haradinaj me i marrë krejt, sepse e ka marrë 50-50 kuvendin e Kosovës, do marrë numrin e deputetëve, bashkë me nismen, si dhe nominimin për mandatorët, lutem drejtor, nominimin për mandatorët qeverisë Kosovës, ka vullnet, edhe në strukturat e aleancës, unë mujë me fëllë kryesisht tash për aleancën, që t'ju hapet ullë, ideve, treja, njerëzve tri, jo veç njerëzve në tri në mosh, por edhe njerëzve që kanë ande me idhanë politikës Kosovës, kanë ande ide politike, jo partitë e mëdha, por edhe të veç, edhe të ma të voglat madje, kanë shumë militant, drejton, po kanë pak njerëz që kanë ide politike, prandaj të lutem, bone jep ide politike cilat unë kam me të mbështet, e jo militantizu. Në fakt, ne kur flasim për programe dhe për punën tonë, kur të angazhohemi aty kemi i kuptuar edhe idetë e mia politike edhe programin e LDK-s. Na sot jemi të folë pse jemi kyç në politikë, prandaj u lidh shumë me historikun, me angazhimin tonë. Domthonë, po lidhet historia e saj. Rreth pyetjes konkrete, në fakt, unë mendoj kështu, ka ndodhur tragjedia në këtë vend që është humb besimi në institucion. Besimi nuk ndërtohet lehtë. Domthonë humbet, po për më ndërtuar është proces. Nëse veç pak arri me kontribu në çat proces, do të ndihesha i lumtur, por ndryshe nuk pres që shumë shpejt njerëz me ndrup se hynëm na aty dhe tash u bë mirë se kanë të mirë aty dhe ndroj. Besimi është proces dhe është i domosdoshëm si nevojë, sepse një shoqëni e cila nuk ka besim në institucionet e veta, humb shpresa për të dhe zgjedhin më pas me ik pikë këtij vani. Prandaj nëse veç pak kontriboj do të ndihesha i lumtur. Po, prandaj kam iniciu në radhë të parë me u sjell ligji për RTK-n. Dhunën më të madhe parlamenti i kalum edhe partitë politike të pozitës dhe të opozitës, mas shumëti e kanë përdhunu radio televizionin e Kosovës edhe kanë mojtë në shantazh. Ju e dini që ministri Avdullah Hoti u dosht ka 200 telefona mja bo me lëshu paret, ka 3 muj, e para. E dyta, do jem partizan i zhdukjes doganav, që me kriju hyrje në kapitalit nga diaspora shqiptare pa dogana.
kapitali me ardhë mrena për mrena Kosovës. Në këtë mënyrë mund më zhvillu Kosova, do t'jem partizani politika për fëmit, për gratë divorcume dhe për pleqt dhe sidomos në shëndetësi për shëndetësi dhe arsimin e kem katastrofal, kes lila dhe mas mire dhe drejtoni. Po, faleminderit shumë, Milaj me gjatë nuk u përgjigjem pyetjen. Nuk deshta qëllimisht. Faleminderit shumë, Alet, faleminderit shumë, Milaj, drejtëm, faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe të lëshikimit. Faleminderit shumë nga dhënim. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët natën e mirë.